Tu kam pas një problem shumë të madh në fakt, sepse Komisioni Zgjedhor i Bashkisë deri dje masdite ka qenë i pambledhur, domethënë në kohë që duhesh të paktën 2-3 ditë para votimit, ky komision të mblidhesh edhe të vazhdonte të gjitha procedurat e tij, siç e ka procedurat e Komisionit Zgjedhor të Bashkisë. Dhe pastaj dje masdite në pamundësi, duke ditur që ky komision nuk është mbledhur, arrita të marr informacion që dje masdite komisioni është ndryshuar. Pra në vend komisionit të caktuar para 10 ditësh ka disa emra të ri. Kryetari nuk ka ndryshuar, por anëtarët e komisionit kanë ndryshuar. Nuk e di arsyeën, akoma nuk e di arsyeën. Janë përpjekur gjithkohën ta gjej komisionin, kam shkuar edhe në selinë e vjetër të Partisë Socialiste, edhe në selinë e re, sepse unë kisha disa kërkesa për të parashtruar në këtë komision. Nuk kam arritur ta gjej dhe më së fundi sot para një gjysmëore arrita ta kontaktoj kryetarin dhe kemi fiksuar një takim me kryetarin e këtij komisionit për të cilin unë do parashtroj gjitha kërkesat për procesin zgjedhor në Shkodër. A mund të na i parashtroni dhe ne këto kërkesa, të cilat më vonë do ja parashtroni kryetarit të komisionit? Po kërkesa kryesore është për të patur vëzhgues në procesin zgjedhor, por siç e shihni unë e kam të pamundur të kem vëzhgues, sepse qysh di unë përpiqem, kam 24 orë që përpiqem ta kontaktoj këtë komision dhe nuk arri. Unë Ola nuk mund të vërej asgjë, sepse unë që të vërej më duhet që të vëzhgoj. Dhe që të vëzhgoj më duhet që të kem informacion ku janë qendrat e votimit, informacion të cilin nuk e kam, sepse as nuk kam adresat e qendrave të votimit dhe me adresat e qendrave të votimit mund të më furnizoj vetëm Komisioni Zgjedhor i Bashkisë dhe jam në pritje. Ndërkohë, unë jam në terr informativ. Unë këtë referendum e kam quajtur një farsë dhe kam përthirrje që socialistët mos jenë pjesë e kësaj farse.